Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Bebit nuk I rre zëmra. Humbja e shtatzanisë Orinda Hutës, rrëfimi prekës. Moderatori Turian Hysko dhe bashkëshortja e tij Orinda Huta kanë ndarë së fundmi një histori mjaft personale të tyre, teksa rrëfyen se si këngëtarja pësoi një abort spontan gjatë shtatzanisë së parë. Çifti tregon se gjithçka ndodhi në javën e 11 të shtatzanisë, kur Orinda I shkroi Turit mesazhin tronditës. Bebit nuk I rre më zemra. Moderatori rrëfeu se ajo ditë ka qenë një nga ditët më të rënda të jetës së tij, teksa u shpreh se më parë nuk kishte përballur me humbje të tjera në jetën e tij përveç humbjes së babait. Të vetmen humbje në jetë kam pasur babin dhe përtej ignorancës dhe mosdijes së një mashkulli, aty kuptova pafuqinë që nuk kemi gjë në dorë. Ndër të tjera, ai rrëfeu se Orinda pavarësisht dhimbjes u tregua e fortë dhe e qetë duke I thënë pak ditë pas ngjarjes: "Turian, kjo gjë është normale, është një proces normal." Mirë po pas humbjes së bebes, Turi nuk nguroi të tregonte se u ndjej I zhgënjur nga njerëzit e afërt, pasi vetëm pasi e tregoi ngjarjen mësoi se shumë çifte kishin kaluar të njëjtën përvojë, gjë që sipas tij ai nuk e dinte që ishte një proces normal. Sipas tij, kjo periudhë vendos një peshë të padukshme mbi çiftin, por tek ata të dy, ai shpjegon se nuk ndodhi duke shtuar se nuk hoqën dorë asnjë moment nga njëri tjetri.